Duhet ta nisni ditën me një gotë me ujë me mjaltë. Shumë njerëz e fillojnë ditën me një gotë me ujë të vakët dhe lëng limoni, i cili konsiderohet i mirë për tretjen dhe hidraton trupin. Po aq i shëndetshëm është edhe uji me mjaltë. Siç dihet, mjalti ka përfitime të shumta për trupin. Rekomandohet si një ilaç natyral për shumë arsye, nga kapslëku te anemia, sëmundjet e zemrës dhe rastet e depresionit dhe dobësisë, citon Health Site. Përdorimi i tij në kaq shumë metoda të ndryshme terapeutike mund t'i atribuohet vetive të tij antimikrobike, antibakteriale dhe antiinflamatore. Për më tepër, uji me mjaltë mund të lehtësojë kollën dhe ka veti antioksiduese që forcojnë sistemin imunitar, duke zvogëluar edhe kohëzgjatjen e një ftohje të thjeshtë. Shtimi i tij në ujë mund të ndihmojë gjithashtu në hidratimin e trupit, prandaj mundohuni ta bëni pjesë të rutinave tuaja të përditshme. Mjalti është një aleat i fortë i organizmit, ndaj nuk duhet të konsumohet në doza të tepërta.